Projekcioni I numrit të pasagjerëve që potencialisht do të hynë në Shqipëri në një dekadë më tutje dhe I numrit të fluturimeve që duhet I përgjigjen këtij numri pasagjerësh. Kjo do të thotë që duhet vazhdojmë të zgjerojmë sistemin ton të aviacionit civil. Të gjithë janë të informuar për disa vonesa të shkaktuara jo për shkak të shtetit apo për ndonjë fatkeqësi natyrore, por për shkaqe tërësisht brendshme të kompanisë në aeroportin e Vlorës. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka ndërmarrë hapat e duhur në këtë drejtim dhe objektivi ynë mbetet I palëvizshëm që aeroporti I Vlorës, një tjetër aeroport ndërkombëtar me potencial shumë të madh, do të hapet me patjetër dhe nuk do të jetë pre e mosmarrëveshjeve brenda kompanisë. Jemi në fazën e përgatitjes fundit për të çelur garën për aeroportin e Gjirokastrës, I cili do të jetë ndryshe nga Tirana dhe Vlora një aeroport turistik dhe kryesisht sezonal dhe pa diskutim që nuk kemi asnjë arsye të heqim dorë nga zhvillimi I mëtejshëm I aeroportit të Kukësit, edhe pse kur vjen puna tek marrëveshjet për linjat ajrore, ato janë marrëveshje private që zhvillohen në një nivel të interesit të kompanive dhe të vetë aeroportit. Dhe e fundit fare është që ne e kemi nisur këtë detyrë me vetëm 6.5% të popullsisë shqiptare që kishte akses në aviacion. Pra vetëm 6.5% e shqiptarëve udhëtonin me avion ose mund të merrnin një avion kur ne e kemi nisur detyrën. Ndërkohë që sot që flasim, shifra ka shkuar në afro 40% e shqiptarëve që përdorin avionin.